nuk mund të them që ishte një koalicion, ta themi, morali plot i të gjitha forcave politike, por pastaj dolen një seri problemesh që faktuan se Enri Shabani, ai që kishte atë fjalor si opozitar i opozicës, nuk ishte vetëm kaq, po ishte një person me lidhje kryekput me Edi Ramën. Pra, dhe kjo nuk është vetëm mendimi ynë, po ky është një mendim më i gjerë edhe i faktorëve krejtësisht të palidhur me opozitën, por që sigurisht ishin dhe janë që avokati i popullit të jetë një person i besueshëm, një person me kredenciale dhe me integritet të lartë. Kjo është. Më së paku, Enri Shabani është kryetari një partie. Nuk po marrë në tjetë. Po. Është kryetari një partie. Pra, në këtë kuptim. Po. Por ata vendosën komisioni i ligjeve që deputetët nuk do kenë të drejtë të firmosin më shumë se për një kandidat. Në përputhje me këtë vendim të komisionit ligjeve, grupi parlamentar i Partisë Demokratike dërgoi një shkresë në parlament ku informon se tërheq çdo firmë për çdo kandidat. Dhe prisjes është shumë interesante. Këtë vendim të komisionit ligjeve në mënyrë të habitshme, që vendimi i komisionit ligjeve është vendim, nuk mund të kapërcehet për ai urzohet vetëm me seancë këtu. Këtë vendim të komisionit ligjeve e hodhi poshtë mazhoranca pa asnjë vendim. E bëri të paqen pa marrë asnjë vendim në asnjë institucion. Pse e bëri këtë? Sepse humbistin firmat e Enri Shabanit. Kaq ishte gjithë puna. Zoti Berisha ka një marrëveshje politike mes Partisë Demokratike dhe asaj socialiste për të mbështetur Enri Shabanin, ku Partia Demokratike firmosi me firma, ndërkohë Partia Socialiste do e votoj me absolutisht jo, edhe ky është interpretim shumë i pasakt. Aty kanë qenë sa për gjeni 27 kandidatura. Nuk do thot fare se ato ishin një marrëveshje. Ajo ishte thjesht një mbështetje për të paraqitur në garë, për të seleksionuar. Dhe aty ishin 27 persona, nga cilët Partia Demokratike do mbështeste dhe e ka bërë të qartë, do mbështeste 6 persona, më së pari Besim Regionin, së dyti Adriana Kalan dhe 4 të tjerë.